kalojmë te klima javës, një javë shumë e ngarkuar dhe një javë shumë interesante ku le të themi qetësia në thonjza që mund kishim deri tani i lë vendin një situatë pak më të acaruar ose me një përgjegjësi më të madhe, ose mund të kemi në disa raste një rënje psikologjike dhe një lloj depresioni, një lloj zhgënjimi. Për çfarë arsye kjo? Në radhë të parë, në datën 29, Merkuri fillon kursin e tij në prapavi, pra kthehet në retrograd. Kjo në fakt ka filluar më përpara, për mendimin tim, që në 27-28 ku ka qenë Merkuri në ndalesë dhe më përpara kur hyn në parahijes, që si përkthehet do të në Shqip nuk ka orologji të tilla që. Prandaj këtë pengesën ne kemi ndjerë dhe më përpara. Por le të themi që zyrtarisht kthehet në retrograd në datën 29 në shenjën e Gafores. Njëkohësisht kemi një hënë të plotë, siç e thash, në aksin Gafore Briciap. Gaforia, dielli në Gafore tregon që jemi më të ndikuar nga ndjeshmëria, jemi më të ndjeshëm, ndikohemi nga sentimentalizmi, nga ndjenjat tona. Ndërkohë që hëna në shenjën e Briciapit të thotë leri më njanë ndjenjat, leri më njanë sentimentalist, tani duhet të jesh realist dhe duhet të jesh i përgjegjshëm. Dhe për më tepër që hëna dhe dielli, pra të dyja, sepse kjo është hëna e plot, janë përballë njëri tjetrit, ka një aspekt jo harmonik me Saturnin dhe me Neptunin. Të dyja këto sjellin ndërgjegjësim nga një anë, përgjegjësi nga ana tjetër, disiplinë, por njëkohësisht sjellin dhe në disa raste zhgënjime që do të thotë e shikoj situatën, pra jo vlerësim të mirë të situatës. Në disa raste situata vlerësohet si një zhgënjim, pra mërzitem më tepër se sa do duhej për një problem që ne kemi, dhe në raste të tjera e lëm përgjegjësinë më një anë, sepse idealizojmë gjërat dhe duke lënë përgjegjësinë punën atë që na kërkon hëna e plot, ne udhëhiqemi në gabime. Gjithsesi, për ndjenjat, për marrëdhëniet e çdo lloji, marrëdhëniet personale, marrëdhëniet profesionale, mund të kenë një problematik, një krizë që sakt do të ndikojë në psikologjinë tonë, ndërkohë që paralelisht mund të kemi dhe ngjarje reale. Nga ana tjetër, kemi kalimin e Marsit në shenjën e Binjakëve, dhe aty nga data 28 në darkë që do kaloj dhe deri në datën 5-6 do bëj vazhdimisht aspekte me Uranin, me Neptunin, me Plutonin, do bëj dhe aspekte të mira, mirë po Marsi dhe në aspektet harmonike të rekëndqe, mund të sjell gjëra jo pozitive, se Marsi si planeti pëlqen të bëj zhurmë, luftë, ndarje, më kupton? Mënyra më e mirë për të kanalizuar energjinë e Marsit është që ne të punojmë dhe të jemi shumë aktiv, por pa ekspozuar vete në rrezik. Pra, sidomos nga data 28 dhe deri në javën e parë, kemi një situatë pak më luftarake, më aktive, ku të gjithë ne nuk duhet të humbasim kontrollin. Do me të gjatë kësaj kohe të fokusohemi te puna, që të mos lëm vend vetes për të patur debate dhe për të ndikuar marrëdhënie. Dhe përgjegjësi. Ta mbushim ditën një farë mënyrë, Katerina, që mos kemi kohë për të marrë me gjëra tjera. Të rishikojmë gjëra, të mos merremi dhe sepse Merkuri në prapavi sjell dhe një çik llafe, tash e them, me probleme dhe të fundit, të mirën e lash për në fund. Jupiteri kalon në shenjën e Luanit. Mirë ishte edhe në shenjën e Gafores, madje shumë mirë, megjithëse shtëpitë u mbivlerësuan pak, shtëpitë pronat morën një vlerë më të madhe që kam dyshime, në 2028 do shikoni vlerat e pronave, kështu e them një informacion të shkurtër, dhe kalon Jupiteri në shenjën e Luanit,
ku atje do të kemi pak më të theksuar kultin e individit, po gjithsesi do të kemi dëshirë për të u dashuruar, për të krijuar, për të kaluar bukur, për të jetuar në maksimum dhe për të shijuar për ditëshmërin jetën në përgjithësi dashurin, por dhe për të qenë më krijuese, sepse krijimtaria është forma më e bukur për të shprehur njeriu.